Bota përcjell vitin 2025, këtë fundvit Shkupi feston pa artist shqiptar. Autoritetet paralemrojnë qytetarët. Deri në 500 euro është dënimi për përdorim të paautorizuar të mjeteve piroteknike. Në prag të ndrimit të motmoteve, krerët shtetëror kërkojnë angazhimin për reforma dhe sundim të ligjit. Viti 2025 në Maqedoninë e Veriut u shënua nga tragjedi, tensione shoqërore dhe zhvillime politike. Të nderuar shikues, përshëndetje. Miliona njerëz në botë do ta presin vitin e ri 2026 duke filluar nga Kiribati dhe përfunduar në Samoan Amerikane dhe ishujt Baker dhe Howland, duke udhëtuar për 26 orë nga vendi i parë te i fundit. Në Shkup, pritja vitit të ri do të zhvillohet në sheshin Maqedonia me program muzikor të këngëtarëve vendas. Kryetari Orse Gjeorgjevski thekson se programi bashkon gjithë brezat dhe është dhuratë për qytetin, megjithse këtë vit nuk janë ftuar artistë shqiptar. Miliona njerëz në botë në sheshet e qyteteve të tyre, në qendra turistike, në kafene, bare ose atmosferë familjare në shtëpi, do ta përcjellin vitin 2025 dhe do ta presin vitin e ri 2026. Vitin e ri të parë do ta presin banorët e shtetit ishullor të paqësorit, Kiribati, në orën 11 sipas kohës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa në 2026 të fundit do të hyjnë Samoa Amerikane dhe ishujt Baker dhe Howland. Më 1 janar në orën 13 sipas kohës së Maqedonisë së Veriut. Kjo do të thotë se viti i ri udhëton për 26 orë nga vendi i parë tek vendi i fundit në tokë. Ndërkaq, festime për pritjen e vitit të ri do të organizohen në Shkup dhe në qytete të tjera në përvend. Programi muzikor në kryeqytet gjatë mbrëmjes do të jetë me këngëtar nga Maqedonia e Veriut. Programi festiv për radhë dimërore e vitit të ri në Shkup sot do të zgjas gjatë gjithë ditës, ndërsa do të kulmojë në mbrëmje në sheshin Maqedonia. Kryetari i qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski i ftoi qytetarët e Shkupit në sheshin Maqedonia për një pritje të paharrueshme të vitit të ri 2026, një natë që sipas tij përsëri do të bashkojë qytetin, duke theksuar se me këngëtarë vendas të dashur nga publiku kanë krijuar një program që lidh të gjitha gjeneratat. Megjithatë, edhe këtë vit nuk është ftuar asnjë artist shqiptar, pavarësisht premtimit të Gjeorgjevskit, i cili tha se do të mundohet të sjellë edhe këngëtar shqiptar. Programi fillon në orën 19:45 me vokalin e fuqishëm të Mile Kuzmanovskit dhe vazhdon me Ognen Zdravkovskin. Më pas vijojnë Dina Jashari, legjendat Kukulele dhe e papërsërishme Tamara Todevska. Kulminacionin e sjellën të preferuarit e publikut të ri, Pajak, Lara dhe Dvabona, ndërsa momenti magjik i pritjes së vitit të ri do të shënohet me performancën e Karolina Goçevës. Gjeorgjevski vlerëson se me interpretues vendas të dashur nga publiku kanë krijuar një program që lidh të gjitha brezat dhe shton se kjo është dhurata jon për qytetin e bukur, që ai të mund të jetojë, të pulsojë dhe të ëndërrojë përsëri. Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin përdorimin e mjeteve piroteknike gjatë natës së ndrimit të vitit, duke theksuar rrezikun për shëndetin dhe jetën. Ndërkohë, institucionet kanë intensifikuar aksionet kundër tregtisë së paligjshme të mjeteve piroteknike. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga qytetarët që të qëndrojnë sa më larg përdorimit të mjeteve piroteknike gjatë natës së ndrimit të vitit. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, përdorimi i mjeteve piroteknike shpërthyese përbën rrezik për shëndetin dhe vetjetën e përdoruesit. Zëdhënësi i kësaj ministrie thotë se kanë zhvilluar disa fushata me qëllim rritjen e vetdijes tek të rinj, por edhe tek prindërit, që t'i mbajnë sa më larg fëmijët nga mjetet shpërthyese gjatë festave të fundvitit. Përveç përdoruesve të mjeteve piroteknike, Goce Andreevski kishte një apel edhe për shoferët që të përmbahen regulativave ligjore dhe të mos drejtojnë makinat kur janë në ndikim të alkoolit. Të respektohen në përpikmëri rregullat e komunikacionit, veturat me pakete të jenë të pajisur me mjetet e dimrore, ndërkaq shoferët në asnjë mënyrë të mos të drejtojnë makinat në ndikimin e alkoolit. Apelojmë që qytetarët të respektojnë rregullat ligjore dhe të bashkëpunojnë me zyrtarët policor, të respektojmë rregullat ligjore, të kemi rrugë të sigurta.
Ndërkaq drejtoria e doganave të Maqedonisë ka njoftuar se në pikën kufitare në Bllac janë sekuestruar mbi 40.000 copë fishek zjarre dhe mjete të tjera piroteknike. Nga drejtoria gjithashtu njoftojnë se kundrejt personit të cilit janë sekuestruar mjetet shpërthyese, i cili me prejardhje është nga Gostivari, është ngritur kallëzim penal për posedim, ndërmjetësim dhe tregti të paautorizuar të armëve dhe materialeve eksplozive. U sekuestruan 40.872 copë mjete piroteknike, fishek zjarre, të cilat paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve. Kundër autorit të veprës penale, një shtetësi maqedonisë nga Gostivari, është ngritur procedurë penale. Krimi u zbulua në pikën kufitare të Bllacës gjatë një inspektimi të një automjeti me targa zvicrane. Gjatë hetimit u përcaktua se autori i veprës kishte blerë eksplozivat e palishëm nga Prishtina dhe donte të importonte ato ilegalisht në Maqedoni. Për sekuestrim të mjeteve piroteknike ka njoftuar edhe sektori për punë të brendshme Shkup, nga ku thonë gjithashtu se gjatë një aksioni të realizuar nga një siti për tregti të paligjshme në Bit Pazar të Shkupit janë sekuestruar rreth 6.000 copë mjete piroteknike të ndryshme. Më 30 dhjetor 2025, pas ndërmarrjes së masave operative taktike nga njësia për tregti të palishme pranë SPB Shkup, në rrugën 192 në zonën e Bit Pazarit në Shkup, janë gjetur dhe sekuestruar rreth 6.000 copë mjete piroteknike të ndryshme. Ministria e Punëve të Brendshme që nga fillimi i muajit ka zhvilluar në vazhdimsi aksione dhe ka kapur sasi të konsiderueshme të mjeteve piroteknike në qytete të ndryshme të vendit, ndërsa kontrabanduesit e këtyre mjeteve janë dalur në stacione policore. Përdorimi i mjeteve piroteknike dhe fishek zjarreve gjatë festimit të vitit ri vazhdon pavarësisht paralajmërimeve të autoriteteve dhe pse ato paraqesin rrezik të lartë për shëndetin dhe sigurinë publike. Sipas ligjit, përdorimi pa autorizuar i tyre dënohet me gjobë nga 200 deri në 500 euro, ndërsa veprat më të rënda që lidhen me lëndë shpërthyese parashohin dënime me burg deri në 10 vjet. Mjetet piroteknike dhe fishek zjarret mbeten elemente të preferuara të qytetarëve për festimin e vitit të ri, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të autoriteteve që ato të mos përdoren për shkak të shkallës së lartë të rrezikut që përmbajnë, por përpos rrezikut shëndetësor përdorimi i mjeteve piroteknike në mënyrë të paautorizuar paraqet edhe vepër penale sipas kodit penal. Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike në nenin 31 parashikon gjobë për ata që përdor pa autorizim mjete piroteknike, dënimi është në vlerë prej 200 deri në 500 euro, në kundërvlerë denari për atë që pa autorizim shtije me armë zjarri, përdor mjete piroteknike ose materiale të ngjashme shpërthyese apo lehtësisht të ndeshme ose në mënyrë tjetër e cenon qetësinë dhe rendin e sigurinë publike. Kush pa autorizim prodhon, mban, shet, blen ose kryen shkëmbim me armë zjarri, municion ose lëndë shpërthyese, do të dënohet me burg prej 3 deri në 10 vjet. Nëse objekti i veprës nga paragrafi 1 është sasia e madhe e armëve të zjarrit, municionit ose lëndëve shpërthyese, ose armë zjarri, municion apo lëndë shpërthyese që janë të ndaluara për qytetarët, kryesi do të dënohet me të paktën 5 vjet burg. Ndërkaq tashmë është regjistruar incidenti i parë me mjete piroteknike, një fëmijë nga Gostivari ka marrë lëndime në dorë pasi i ka shpërthyer petarda në dorë. Më 29 dhjetor 2025, në orën 13:10 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, Qendra Urgjente Gostivar ka denoncuar se tek ata është sjell një i mitur me lëndim në dorë. Zyrtarët policor shkuan në vend dhe u konstatua se bëhet fjalë për një 8 vjeçar nga fshati Vrapçishti i Gostivarit, i cili ka marrë lëndime pasi në dorë i ka shpërthyer një petard. Pas ndihmës së dhënë për shkak të seriozitetit të plagëve, ai është dërguar në qendrën klinike Nëna Tereza. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga qytetarët që të qëndrojnë sa më larg përdorimit të mjeteve piroteknike gjatë natës së ndrimit të vitit dhe që nga fillimi i muajit ka zhvilluar vazhdimisht fushata sensibilizuese për edukim preventiv, ndërkaq edhe Ministria e Shëndetësisë ka porositur se përdorimi i mjeteve piroteknike mund të shkaktojë lëndime serioze të syve, pëllëmbëve, djegje, si dhe dëmtime të rënda trupore. Krerët shtetëror kanë përcjellur urimet e tyre për qytetarët në prag të ndrimit të modmoteve. Ata kanë theksuar angazhimin për solidaritet dhe bashkëpunim për përballimin e sfidave, si dhe angazhimin për reforma dhe sundim të ligjit.
Në prag të festës së vitit të ri, krerët shtetëror kanë përcjellur urimet e tyre për qytetarët, duke shprehur shpresë për paqe, stabilitet dhe mirëqenie. Ata kanë theksuar rëndësinë e unitetit, solidaritetit dhe bashkëpunimit për përballimin e sfidave, si dhe angazhimin për reforma, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik, me synim në një të ardhme më të mirë për të gjithë. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj ka shprehur dëshirën që vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duke synuar një shoqëri të bazuar në sundimin e ligjit, demokraci, prosperitet ekonomik dhe një mjedis të shëndetshëm. Në planin e brendshëm, Siljanovska-Davkova e vlerësoi vitin 2025 si një vit të fillimit të proceseve kyçe. Bezbednosna politika beshe. Në vend, viti 2025 ishte viti i fillimit të reformave në gjyqësor, hapjes së betejës kundër krimit dhe korrupsionit, krijimit të një strategjie kombëtare zhvillimore, vendosjes së partneriteteve të reja strategjike në funksion të reformave ekonomike dhe të tjera, ofenzivës infrastrukturore, zgjidhjes afatgjate të çështjes energjetike, si dhe zgjidhjes sistematike të bashkëpunimit me diasporën. Shëndet, paqe, mirësi dhe dashuri ka uruar edhe kryetari i Kuvendit Afrim Gashi. Ai tha se Kuvendi ka shënuar avancime të dukshme në transparencë, digitalizim dhe në forcimin e funksionin mbikëqyrës. Në urimin e tij, Gashi theksoi se përparimi i qëndrueshëm nuk lind vetëm nga proceset dhe reformat, por nga uniteti, pjekuria për të ndërtuar konsensuse dhe nga besimi i ndërsjellët. Samo koga stojime zajedno, Vetëm kur qëndrojmë së bashku, me respekt dhe vullnet për të gërshetuar dallimet, si dhe me përgjegjësi ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, mund të ndërtojmë një të ardhme më të drejtë e më të ndritur për të gjithë ne. Në vitin e ri, ju uroj shëndet, paqe, mirësi dhe dashuri në çdo familje. Le ta nisim këtë kapitull me zemër të hapur, me shpresë të pazbehur dhe besim në potencialin ton si shoqëri. Ndërka që kryeministri Christian Miskoski, vitin që po vjen e sheh si vit të realizimeve të dukshme të projekteve që janë në plan. Ai premton investime të reja dhe zhvillim ekonomik. Akcent беше ставен на правната држава. Me të drejtë mund të them se 2026 do të jetë viti i lëvizjeve dhe një vit transformimi, viti rritjes me realizim të projekteve domethënëse infrastrukturore, viti përforcimit ekonomik me investime të reja, mbështetje për ekonominë dhe hapjen e mundësive për punë dhe zhvillim, viti stabilitetit politik në të cilin institucionet do të funksionojnë më qartë, më me efikasitet dhe me përgjegjësi. Urime për vitin e ri 2026 kanë përcjellur edhe figura tjera të jetës politike dhe zyrtar të tjerë shtetëror. Viti 2025 në Maqedoninë e Veriut u shënua nga tragjedi, tensione shoqërore dhe zhvillime politike. Ngjarja më rënd ishte zjarri në diskotekën Puls në Koçan më 16 mars, ku humbën jetën 62 persona dhe rreth 200 të tjerë plagosën. Në planin politik, viti po ashtu u shoqërua me polarizime ndërmjet partive politike, ndërsa retorika u shpresua veçanërisht gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale. Ndërkaq, vendi po e përmbyll edhe këtë vit me bllokat të procesit eurointegrues. Teksa po japim lamtumirën vitit të 2025 dhe po hym në vitin e ri 2026, ndalemi për të reflektuar mbi gjithçka që ky vit na solli. Viti 2025 ishte një periudhë plot sfida, ndryshime dhe zhvillime të rëndësishme, si në nivel global ashtu edhe në vendin ton. Në vitin që po lëm pas, ka ndodhur zhvillime të shumta edhe në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë skenën politike, shoqërore si dhe ngjarje tragjike që lanë gjurmë të thella. Në marsin e vitit të 2025, pikërisht atëherë kur pritej ardha e pranverës, kur rizet e diellit fillojnë të shfaqen dhe parqet e malit të gjelbërohen, ndodhi ajo që askush nuk e kishte menduar, një nga tragjeditë më të rënda në Koçan, e cila tronditi gjithë vendin. Më 16 mars 2025, diskoteka Puls në Koçan kishte hapur dyert për t'i pritur qytetarët, sepse po atë natë para publiku do të performonte grupi i njohur muzikor DNK, por ajo që duhet të ishte një mbrëmje argëtimi u shndrua në një tragjedi të rëndë. Diku rreth mesnatës, një zjarr i madh kishte shpërthyer papritur dhe për pak minuta ambienti i diskotekës u shndrua në kaos. Flakët dhe tymi, të cilat janë përhapur me shpejtësi, pa kursyer askënd para vetës, bëri që 62 persona të humbin jetën, shumica prej tyre të rinj, ndërsa rreth 200 persona të tjerë u lënduan. Tragjedia e Koçanit të tregoi qartë se jeta e njeriut është më e vlefshme se gjithçka tjetër. Të gjithë, pa dallim feje apo kombi, u solidarizuan me familjet e viktimave dhe shfaqen ndjenja të njëjta dhimbjeje.
por 5 muaj më vonë duket se ky solidaritet u harua pasi në gusht u rikthyen në dhomat e gazit për shqiptarët pa asnjë arsye dhe kjo ndodhi në prezencë të kryeministit edhe disa antarëve të tjerë të qeverisë. Teksa zhvillohej një ndeshje basketbolli mes maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë, disa tifozë të etnitetit të Maqedonas mbrohoritën fjalë të rënda kundër shqiptarëve, duke thënë shprehje si dhoma gazit për shqiptarët dhe vdekje për shqiptarët. Ajo që bëri situatën edhe më shqetësuese ishte prezenca e kryeministit edhe disa ministrave të tjerë në sallë gjatë këtyre incidenteve. Viti 2025 u shënua jo vetëm nga tragjeditë dhe incidente, por edhe nga zhvillime të rëndësishme politike. Tetori solli raundën e parë të zgjedhjeve lokale, i cili nxori 43 fitues. Në zgjedhjet e 19 tetorit, partia më e suksesshme ishte VMRO-DPMN me 33 komuna të fituara, që në rrethin e parë koalicioni Vlen fitoi 5 komuna, ndërsa LSDM dhe AKI nga 3 secila. Duke llogaritur të 2 raundet zgjedhore, VMRO-DPMN siguroi fitoren në 54 komuna, përfshirë edhe qytetin e Shkupit. Koalicioni Vlen arriti të fitojë 9 komuna, LSDM 6, ndërsa Aleanca Kombëtare për Integrim fitoi në 4 komuna. Ndërkaq, komuna e Gostivarit, e Qendër Zhupës, Mavrov-Rostushës dhe Vrapçishtit do t'i nënshtrohen përsëri procesit të rivotimit më 11 janar 2026, pasi në rrethin e parë të zgjedhjeve, që u mbajtën më 19 tetor, nuk u arrit censusi nevojshëm i daljes së votuesve dhe zgjedhjet u shpallën të pavlefshme. Këto ishin disa nga ngjarjet kryesore që shënuan vendin gjatë vitit që lëm pas. Teksta ka mbetur edhe disa orë ku do të përcjellin vitin 2025 dhe do ta mirpresin vitin 2026. Urojmë që viti i ri të sjellë lajme të mira për të gjithë qytetarët. Kandidatët po vazhdojnë fushatën për zgjedhjet lokale. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Beta, ka akuzuar dyshen Tallavari Limani për harxhim mjeteve dhe mos zbukurimin e qytetit Gostivarit. Ndërkohë, Valbon Limani, kandidati i AKI-s, i cili së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Valdet Xhaferi, ka vizituar disa lokacione të ndryshme të qytetit. Edhe në këtë fundvit, kandidatët po vazhdojnë fushatën për zgjedhjet lokale dhe po tentojnë t'i bindin qytetarët për të përkrahur ata më 11 janar. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Beta, gjatë ditës ka akuzuar dyshen Tallavari Limani për harxhim të mjeteve dhe mos zbukurim të qytetit të Gostivarit. Sipas Betës, vitin 2025 qytetarët e Gostivarit do ta mbajnë mend si viti vjedhjes dhe hajnis. Gjatë qeverisjes së Arben Taravarit, për zbukurimin e qytetit janë harxhuar me 100.000 euro. Qyteti ka ngenun i pa zbukuruar. Të njëjtën rrugë e ka vazhduar nxënësi i tij Valbon Limani. Ka harxhuar mbi 100.000 euro për zbukurimin e qytetit për vitin e ri. Qytetarët e shohin se qyteti është i pa zbukuruar. Viti 2025 do të mbahet mend si viti i vjedhjes dhe shkatrimit të Gostivarit. Fushatën e ka vazhduar edhe Valbon Limani, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, i cili së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Valdet Xhaferi ka vizituar disa lokacione të ndryshme të qytetit, ku ka takuar dhe bashkëbiseduar me qytetarët. Në këtë orë feste, ishte kënaqësi që së bashku me kryetarin e Këshillit, zotri Valdet Xhaferi dhe të rinjtë e AKI-s, të vizitonim qendrën e qytetit edhe tregun e Gjelbërt e të shkëmbenim urime energji pozitive me njerëzit që takuam aty. Veç në Gostivar, fushata vazhdon edhe në Vrapçisht, ku kandidati i pavarur Zulhajra Demiri, i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për shqiptarët e Zjadin Selës, ka vizituar fshatin Gjurgjevisht. Pas takimit, Demiri ka thënë se ky fshat meriton shumë më shumë, sepse pretendon se komuna aktualisht e ka fshirë nga lista fshatin në fjalë dhe nuk ka bërë asgjë për banorët e kësaj zone. Shpalosa platformën time dhe para banorëve u zotova se ky fshat në të ardhmen do të jetë në agjendën time dhe të komunës së Vrapçishtit. Haresa dhe lënja pasdore e këtij fshati do të jetë një e kaluar e zymtë për banorët e këtij fshati. Ky fshat meriton shumë më shumë nga ajo që është bërë deri më tani, as pak. Prandaj këtë fshat do ta ringjallim dhe do ta rivitalizojmë ashtu siç e meriton kjo pjesë e marrësisë sonë.
Ndërkaq në vazhdon e fushatës kundër kandidati i Demirit Isen Shabani ka shpërndar disa fotografi nga fshati Gradec, ku punohet në asfaltimin e rrugës, me mbishkrimin se atë që e ka premtuar sa ishte kryetar komune, sot po bëhet realitet. Ajo që kemi premtuar, sot po bëhet realitet, ka nisur asfaltimi i rrugës e Deralla në Gradec, një premtim i mbajtur dhe një hap konkrete drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe jetës së përditshme të qytetarëve, e gëzofshim me shëndet. Zgjedhjet e 11 janarit janë zgjedhje të përsëritura për shkak se në komunat Gostivar, Vrapçisht, Mavrov Rostush dhe Qendër-Zhup dështuan zgjedhjet lokale të tetorit. Fushata vazhdon edhe në komunat Mavrov Rostush, po edhe në Qendër-Zhup, megjithatë vëmendja e partive politike shqiptare është në Gostivar dhe në Vrapçisht. Ish-drejtori i burgut Shkupit dhe aktualisht antari i bordit ekzekutiv të LSDM-s Filip Andonov Soko është shpallur fajtor dhe është dënuar me 8 muaj burg në procesin gjyqësor që ndaj tij dhe 6 policëve të tjerë të burgut u zhvillua për keqpërdorim pozites dhe autorizimeve zyrtare, njoftoi sot gjykata themelore penale Shkup. Vendimi është shpallur dje dhe sipas njoftimit nga gjykata penale, Andonov është i vetmi nga të akuzuarit që është dënuar me burg, ndërsa 6 policëve tjerë u janë shqiptuar masa alternative, dënime me kusht që nuk do të ekzekuton nëse ata nuk kryen ndonjë vepër të re penale gjatë 1 ose 3 viteve të ardhshme. I akuzuari Filip Andonov për veprën penale të keqpërdorimit pozites dhe autorizimeve zyrtare, sipas nenit 353, paragrafi 5 në lidhje me paragrafi 1, në lidhje me nenin 45 dhe nenin 22 të kodit penal. Gjykata ka dënuar me burg për një periudhë 8 muaj. Të akuzuarit PA dhe EO janë dënuar me burg me kusht prej 6 muajsh, i cili nuk do të zbatohet nëse gjatë 2 viteve të ardhshme nga formimi i vendimit nuk kryen ndonjë vepër penale, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore penale Shkup. Për rreth 250.000 nxënës në shkollat fillore dhe të mesme, sot fillon pushimi dimror. Në mësim do të kthehen më 20 janar të vitit 2026 për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë. Në pjesën e dytë të vitit shkollor 2025-2026 do të vazhdojë procesi për optimizim të rrjetit shkollor dhe vendosjes së mësimdhënies me një turn i cili deri më tani ka përfshirë 200 shkolla. Në fund të vitit shkollor, në qershor maturantët do të japin provimin shtetëror sipas një koncepti të ri sipas llojit të arsimit. Mësimdhënësit në mars duhet të marrin rritje të pagave midis 7.5 dhe 10%. Ndërmarrja e transportit publik Shkup gjatë festave të vitit të ri do të ketë një reagim të ndryshuar, regjim në fakt të ndryshuar të trafikut në transportin publik, si dhe ndryshim në orarin e punës të sporteleve, të biletave, qendrave të personalizimit dhe teleferikut. Sot transporti publik do të qarkullojë sipas itinerarit të rregullt dimror, nesër autobuset do të qarkullojnë sipas itinerarit të së dielës, me përfshirjet e para të automjeteve të ndërmarrjes transportit publik Shkup dhe transportuesve privat që do të jenë më vonë se zakonisht, ndërsa linjat e mbetura do të qarkullojnë sipas itinerarit të së dielës. Nga e premtja 2 janar 2026, transporti publik do të qarkullojë sipas itinerarit reduktuar dimror për ditët e javës, që do të jetë i vlefshëm deri në fund të pushimit shkollor dimror. Nesër më 1 janar, me kujdestari do të punojnë qendra për personalizim në qendrën transportuese nga ora 11 deri në ora 17 dhe sporteli biletave teleferiku nga ora 11 deri në ora 17. Nga dita e premte 2 janar, të gjitha sportelet e biletave dhe qendrat për personalizim vazhdojnë me orarin e zakonshëm të punës, thuhet në njoftim. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të nderuar shikues për të takuar sërish në orën 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.